Biznesmeni gramshiot Eral Myftaraj është paraqitur këtë të hënë në SPAK duke u përgjigjur thirrjes së BKH pa avokat dhe në cilësinë e personit në dieni, ndërsa burime nga SPAK bëjnë me dije se dëshmia e tij lidhet me disa tender publik që po hetohen dhe që dyshohet se janë fituar në kushte korruptive. Paraqitja e tij vjen në një moment kur hetuesit kanë intensifikuar kontrollet mbi aktivitetin e tij të dyshimt, duke vendosur përgjime dhe duke ndjekur nga afër lëvizjet e tij. E gjithë kjo veprimtari e tij prej vitesh ka krijuar një perandori të tërë biznesi mbi kurrizin e buxhetit të shtetit, ku vetëm dy nga kompanitë e tij, Meteo SHPK dhe Al Meksud SHPK, Myftaraj ka përfituar rreth 60 milionë euro tendera publik, duke u kthyer në një nga përfituesit më të mëdhenj të fondeve publike në qarkun e Elbasanit dhe më gjerë. Kompania Meteo e specializuar në ndërtim i ka sjellë atje rreth 45 milionë euro të tjera, ndërsa Al Meksud ka siguruar mbi 6 milionë euro, por totali i transaksioneve të tij nga thesari i shtetit nga viti 2019 deri më sot ka shifron marramendse prej 33 miliard lekësh ose rreth 300 milionë euro, duke e bërë të qartë se përballë kemi një nga glabëruesit më të mëdhenj të paras publike në vend. Ky biznesmen, i cili jeton si një sheik i vërtet mes vilave luksoze, makinave të shtrenjta, skafeve dhe pushimeve në vende egzotike, duke sfiduar hapur drejtësinë dhe barazim para ligjit, nuk ka arritur të ndërtojë këtë perandori vetëm me aftësitë e tij si sipërmarrës, por fal lidhjeve të ngushta klienteliste dhe korruptive me një rrjet të tërë zyrtarësh publik dhe politik, ku kryefjala është ish ministri i Brendshëm dhe i Bujqësisë, Bledi Çuçi. Marrëdhënia e Myftaraj me Çuçi nuk është thjesht një ojë rastësishme, por një urtakëri faktike e deklaruar hapur nga vetë Myftaraj, i cili ka pohuar se bizneset i kishte bashkë me ish ministrin, dhe pikërisht kjo lidhje ka bërë që asnjë institucion ligjzbatues të mos e prekte dhe të vazhdojë të mos e prek, pavarësisht provave të shumta të mashtrimeve, manipulimeve të tenderave, rishfeteve dhe pastrimit të parave. Hetimi i SPAK për tenderat e Myftarajt duket se ka nisur të zbulojë shtresat e këtij kompleksi korruptiv, ku secili tender është shoqëruar me skualifikimin e ofertave më të ulta, me pazare në tavolinë, me oferta fituese gati sa fondi limit dhe me flamuj të kuq korrupsioni, duke krijuar një model të përsëritur që ka funksionuar pa pengesa për vite me radhë. Vetëm gjatë 7 viteve të fundit, Myftaraj ka marrë tender nga bashkitë e Gramshit, Elbasanit, Librazhdit, Tiranës, Dimalit, Rogozhinës e Shijakut, nga ujësjellsi i Elbasanit, nga drejtoria e parqeve në Tiranë, nga Spitali i Elbasanit, nga Bordi i Kullimit Korç, nga Ministria e Bujqësisë dhe nga FSHZ, duke krijuar një rrjet të tërë ku funksionarë të ndryshëm kanë firmosur kontrata të dyshimta mes të cilëve Erinda Fino, Tomor Zaimaj, Luan Tabaku, Çlirim Puto, Dasantila Tahiraj, Irland Sina, Juliana Memaj, Antonela Dedej, Nuri Belba, Arben Aslani dhe Dritana Golli. Një nga rastet më flagrante është ai i tetori 2024, kur Bashkia Gramsh shpalli kompaninë Meteo fituese të tenderit me vlerë 800.000 euro për ndërtimin e pritave në bregun e Lumit Devol, ku oferta e Myftarajt ishte gati sa fondi limit, duke ngritur dyshime të mëdha, dhe kontrolli i lartë i shtetit konstatoi se ai kishte marrë pagesa për punime që nuk i kishte kryer, duke mashtruar me volumin dhe cilësinë e hekurit të përdorur, për cilën KLSH i kërkoi Bashkisë së Gramshit të verifikonte nëse pritat ishin ndërtuar sipas kontratës dhe të argëtonte vlerën 1.3 milion lek për punime të pakryera. Po ashtu, qendra spitalore rajonale Berat, e drejtuar nga socialisti Arben Konomi, ka shpallur fituese kompaninë Al Meksud të Myftarajt për një tender furnizimi me pelet druri me vlerë mbi 90 milion lek, ku oferta më e ulët u skualifikuar dhe tenderi u shënua me flamur të kuq për dyshkelje të ligjit të prokurimeve publike. Thirrja e këtij karteli kompanish të kontrolluara nga Myftaraj, që përfshin jo vetëm Meteo dhe Al Meksud, por edhe Almex Greenwood, Aga Solar Park Holdings, Albanian Archives dhe HXH, tregon një strukturë të organizuar për të përvetësuar para publike, për të pastruar miliona euro dhe për të devijuar fonde nëpërmjet transaksioneve të dyshimta drejt xhepave të zyrtarëve dhe figurave të krimit. Koncesioni i dhënë nga kryeministri Edi Rama për fidanishten shtetërore të Cerrikut, një pasuri prej 10.000 metrash katror që Myftaraj e mori falas për 35 vjet, së bashku me një fondime prej 875 milion lekësh, është një tjetër shembull i dhuratave që pushteti i ka bërë këtij biznesmeni të lidhur ngushtë me emrat e fortë të politikës. Xhambazi Eral Myftaraj nuk kufizohet vetëm në korrupsionin dhe mashtrimin e tenderave. Sipas burimeve, ai ka qenë pjesë e bandës së Zamir Balliut, por jo vetëm, e cila merret me kontrabandën e hekur nikelit, trafikun e makinave dhe drogën, dhe pikërisht këto lidhje me botën e krimit organizuar, të kombinuara me mbrojtjen politike të ish ministrit Çuçi, i kanë siguruar atij një lloj paprekshmërie që e ka mbajtur larg çdo ndërhyrjeje ligjore deri në këtë fazë. Ky fenomen i afrimit të personazheve të botës së krimit nga kupola e pushtetit, që urdhëron drejtorët dhe kryebashkiak të ndalojnë fonde publike për të mbledhur para për vota dhe për të mbushur xhepat e të fortëve, duket se po vihet gjithnjë më shumë në dukje. E thirrja e Myftarajt në SPAK mund
të jetë fillimi i një zbërthimi të kësaj marrëveshjeje të ndyrë midis politikës, krimit dhe paras publike. Tenderi i fundit që ka tërhequr vëmendjen e hetuesve është ai ujësjellësit të fshatrave Trashe e Kartnek të Peqinit, ku drejtori i ujësjellësit të Elbasanit, Luan Tabaku, i emëruar nga bandat e Elbasanit, ka sajuar një tender të përshpejtuar brenda 10 ditëve dhe ja ka dhënë kompanisë Almeksu të Myftarajt në vlerë 2.7 milion euro me TVSH ose 99.3% të fondit limit, duke i quajtur atë garë të hapur me ofertë më të ulët, ndërsa në fakt nuk ka pasur asnjë ofertë tjetër konkurruese, por vetëm oferta e kompanisë së miku dhe ortakut të Bledi Çuçit, ku formalisht janë bashkuar edhe dy kompani të tjera të lidhura me kupolën socialiste. Ky tender i dhënë me pazar në tavolinë me procedurë të përshpejtuar ka shërbyer për të vazhduar të njëjtin model të pandëshkuar që i ka sjellë Myftarajt, miliona euro nga buxheti, ndërsa tani hetuesit e SPAK po përpiqen të mbledhin prova të mjaftueshme për të thyer këtë mur mbrojtës që e ka mbajtur të paprekshëm për kaq shumë vite. Pas finalizimit të tenderit 7 milionë euro të ujësjellësit të Elbasanit në korrik 2023, Myftaraj ka ndryshuar numrin e telefonit, ka zhdukur telefonat, dokumentet dhe kompjuterat, një veprim që tregon qartë se ai është në dieni të rrezikut që e rrethon dhe po përpiqet të shkatrojë provat përpara se hetuesit të arrijnë ta kapin. Por thirrja e tij në SPAK pa avokat dhe si person në dieni tregon se prokurorët e posaçëm po e shtrëngojnë unazën dhe se dëshmia e tij mund të jetë vendimtare për zbardhjen e një prej skemave më të mëdha korruptive të financuara me para publike në vend. Pyetja që mbetet është nëse këtë herë drejtësia do të arrijë të deportojë për te mburojës politike që ka mbrojtur Myftarajin dhe nëse shehiku i tenderave do të zbresë përfundimisht nga luksi i tij për të përballur me ligjin. Rjeti Dajlan Avdis shtrihet nga një depo makinerish bizhozi në një qytet bavareze te kullat që ngrihen në zemër të Tiranës dhe resortet strategjike në Bregdetin e Jugut. Një rjet i ndërtuar mbi parat fista, me struktura në Austri, Gjermani, Çeki, Holland, Londër dhe Dubai. Mjeshtri pastrimit parave të mafias kryeministrore, Dajlan Avdia, i lindur me 20 qershor 1968 në Tiranë dhe me shtetësi gjermane, e ka ngritur perandorin duke kaluar nga aparatet e lojrave të fatit dhe betoni i Tiranës dhe Sarandës. Paratë e pista kthehen në pasuritë lëlishme përmes strukturave ndërkufitare. Pas investimeve me miliona euro në kulla e resorte qëndrojnë financimet pista me burim drogën, bigjozin dhe pastrim parash të mafjes. Gjurma gjermane nga Sintek te Alpen Casino. Në gusht 2009, në Freilassing të Bavaris, pak kilometra nga kufiri austriak, u regjistrua te Amtsgericht Traunstein me numër HRB 19375 një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Fillimisht quhej Sintek GmbH, më vonë u riemërua Alpen Casino, një shoqëri me kapital 25.000 euro e specializuar te aparatet e lojrave të fatit. Dajlan Avdia ishte administratori Alpen Casino e një shtatori 2009 deri më 7 tetor 2010. Ishte gjithashtu bashkëpronar. Lista e ortakëve të datës 22 dhjetor 2009 dhe 13 gusht 2010 të depozituara në regjistrin tregtar gjerman e lidhin praninë e tij me shoqërinë austriake që ai zotron edhe sot, Complitex GmbH. Alpen Casino ekziston ende. Në maj 2021 Selia u transferua nga Freilassing në Forstning pranë Munihut, ku sot regjistrohet te Amtsgericht München me numër HRB 265809. Dajlan Avdia nuk figuron më si pronar apo drejtues, por fillimi i tij në këtë biznes është i dokumentuar dhe ai fillim përkon me strukturat që do të shërbenin për të kaluar parat përtej kufive. Guacka austriake me miliona euro. Në Linz të Austrisë, Dajlan Avdia zotron dhe drejton Complitex GmbH, e regjistruar te Landesgericht Linz me numër FN 336417G. Me seli në Ferdinand Marktstrasse 22. E krijuar me 27 nëntor 2009 me kapital 35.000 euro, Avdia është administrator dhe ortak i vetëm i saj që nga themelimi. Ajo që e bën veçantë këtë shoqëri janë aktivat. 4.86 milion euro në 2019 dhe 4.6 milion euro në 2020, pikërisht vitet kur Avdia e kishte kthyer fokusin nga bizhozi te betoni në Shqipëri. Pyetja është SPAK-u duhet ta bëjë nga vinj këto para, lidhja austriake dhe shqiptarët brenda saj. Lista e ortakëve Alpen Casino e datës 17 gusht 2017 tregon se pronësia e shoqërisë kishte kaluar te një grup holdingesh austriake. Apex Holding me 40% dhe lidhur me grupin austriak të teknologjisë së lojrave të fatit që graviton rreth fondacionit Privat Stiftung Schloss Tanbach dhe familjes Weissengruber, Bettelgangs dhe Consulting GmbH me 25%, e drejtuar nga Josef Zaunmeier, dikur drejtues të Apex Gaming Europe. Kand Investment GmbH me 15%, ortak Kastriot Ndoja. Pikërisht Kand Investment përbën lidhjen më interesante. Administratori i saj është Kastriot Ndoja nga Kuksi, i cili e drejton që nga 25 marsit 2010. Ortaki vetëm i saj sot është një shoqëri shqiptare, Greenline Holding ShBK me numër NUISL 0132104C, e regjistruar me 21 janar 2010 në Tiranë. Emri Kand rrjedh nga inicialet e Kastriot Ndojës. Edhe Ndoja figuron në listat e ortakëve të Alpen Casino që është më 13 gusht 2010, pra në të njëjtën fazë të hershme ku shfaqej edhe Complitex e Dajlan Avdis. Dy shqiptar brenda së një të strukturë austriake të lojrave të fatit në fillim të viteve 2010.
Dajlan Avdia përmes Complitex, Kastriot Ndoja përmes Kand Investment dhe Green Line Holding. Autoritetet gjermane kanë sjellë në SPAK jo pak fakte për rrjetet ndërkombëtare të drogës dhe pastrimit të parave, por pyetja mbetet, a do të hetohen një herë e mirë kompanitë e Bixhozit të Dajlan Avdis dhe Kastriot Ndojës në Gjermani për të parë nëse ato janë përdorur si kanale për transferime kapitali dhe dërgime parash drejt projekteve të lidhura me ndërtimin në Shqipëri? Green Line Holding ndërtimi dhe Bixhoz në të njëjtin objekt. Green Line Holding SHPK me NIP L01321041C u regjistrua më 21 janar 2010, objekti i saj përfshin thellimin dhe administrimin e shoqërive, ndërtimin, energjinë, pasuritë e paluajtshme dhe lojrat e fatit. I njëjti model biznesi që ndërthur ndërtimin me Bixhozin, i njëjti model që ndjek edhe Dajlan Avdia. Kastriot Ndoja zotron gjithashtu Six Stone Investment Group me NIP M41623031T. Ndoja Gaz me NIP L73006601G në Gjirokastër dhe figuronte shoqëria AM dhe AN me NIP K61812008F që nga viti 2006, perandoria shqiptare e ndërtimit. Në Shqipëri Avdia shfaqet në regjistrat tregtar që në 2007, pothuajse gjithmonë bashkë me vllain e tij Glendi Abdin, Teknoalb që nga 14 qershori 2007, Linea Style që nga shkurti 2014, Blue Holding në pronësinë 100% të Avdis që nga 1 maj 2015, TDT and Partners që nga qershori 2016 bashkë me Natasha Matën, Invest Society që nga nëntori 2016. Teknoalb nuk ka qenë gjithmonë Avdis. Kjo kompani ka përkitur Ilir dhe Natasha Matës deri në vitin 2017, kur Dajlan Avdia e bleu atë. Natasha Mata është personi që ka kopsitur dokumentet për Dajlan Avdin. Lidhja e çiftit Mata me bosin e Apex do të trajtohet në një artikull tjetër. Por vala më e re është ajo që meriton vëmendjen më të madhe. Në tetor 2025 u regjistrua Azyre Management. Në dhjetor 2025 Blue Key Hospitality. Më 27 prill 2026 Capital Gaming, një shoqëri aksionare e lojrave të fatit. Pra në të njëjtën kohë kur publiku mendon se Avdia është investitor i ndërtimit, ai po rikthehet te Bixhozit dhe po ndërton hotelerin. Betoni mbulon gjurmët, por struktura është e njëjtë. Shitja e Apexit dhe kthimit e betoni. Më 1 qershor 2018, pak muaj pasi Bixhozi u nxor jashtë ligjit në Shqipëri, Avdia ja shiti 16% e aksioneve të Apexal, kompanisë austriake Apex Enterprise GmbH me adresë në Gotha, Austri. Çmimi rreth 500.000 euro. E njëjta Apex Enterprise vepron në të njëjtin jurisdiksion me Complitex. I njëjti qark, e njëjta logjik. Pas shitjes së aksioneve të Bixhozit, Avdia u zhvendos të ndërtimin. Dhe lejet erdhën të dendura në zonat më të lakmuara të Tiranës. Kullat e ish bllokut në nëntor 2017 përmes Invest Society. Book Building pranë Sahatit në shkurt 2018 përmes Teknoalb. Kulla mbrapa presidencës në qershor 2018 dhe më 4 qershor 2025 leja për kullën 47 katëshe i Mbezi Tower përballë ambasadës amerikane. Rasti i Book Building flet vet, një kat i 4 nëntoksor pa leje, 1800 metra katror, i shtuar gjatë izolimit të pandemisë në prill 2020. Gjoba 650.000 euro në nëntor 2022, dy kërkesa për legalizim të refuzuara, por më 22 maj 2025 gjykata administrative e apelit e rrëzoi gjobën, jo për arsye themeli, por sepse ishte vendosur jashtë afateve. Një tjetër pazar i mbyllur. Investitor strategjik në Sarandë dhe Krorëz. Projekti më ambicioz i Avdis nuk është në Tiranë. Në korrik 2024, Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi lejen për resortin e lëkursit në Sarandë, 30.000 metra katror, poshtë kalasë lëkursit, Miravilla dhe hotel 5 yje me 140 dhoma. Ndërtuesit TDT and Partners e Avdis status investimi strategjik me vendimin numër 23 datë 9/7/2024, por projekti që ngre dyshime serioze është ai i Gjirit të Krorzës në nëntor 2024. KKTU miratoi lejen për kompleksin turistik në këtë zonë. Zhvilluesi Invest Society e Avdis, projekti u hartua nga Studio Luzzadini në Firenze. Gjiri Krorzës është një nga grupderdhjet e fundit të virgjëra të Rivierës shqiptare, e aksesueshëm vetëm me vark ose pas një ore gjysmë ecje. Tani kjo zonë e mbrojtur do të mbushet me Miravilla në 68 hektarë. Dajlan Avdia thotë se do të investojë 1 miliard euro në këtë projekt. Por pyetja është, a janë këto thjesht fjalë për të shtuar në dorë pasurinë kombëtare? Avdia nuk ka asnjë kapacitet të ligjshëm për një investim të tillë. Monumentet natyrore dhe kulturore me styre kisha antike rrezikojnë të sakrifikohen. Rrjeti zgjerohet në qendër i njëjti emër. Dajlan Avdia, pastruesi i parave të mafias kryeministrore, i shpallur investitor strategjik, pikërisht atje ku natyra dhe ligji nuk duhet prekeshin. Prapa investimeve miliona euro që Avdia ka bërë në kulla e resorte në Tiranë e Sarandë, qëndrojnë financime të pista me burim drogën, Bixhozin dhe pastrim parash të mafjes. Në librin Albanian Files, Avdia ka një rol të rëndësishëm, libër që po hetohet nga SPAK, por megjithatë Dajlan Avdia nuk do të hetohet kurrë. Pse? Për shkak të lidhjeve të tij në drejtësi dhe me rrethin e ngushtë të vllajt të kryeministrit. Dajlan Avdia ka qenë administrator dhe pronar i një shoqërie gjermane të Bixhozit, zotron një shoqëri austriake me aktive miliona euro. Kontrollon në Shqipëri një grup shoqërish që kanë kaluar nga tregtia të ndërtimit dhe hoteleria. Ka marrë leje për resorte strategjike në Sarandë dhe Krorës. Nga vijnë aktivet e Complitex, si u financuan kullat në Tiranë, ku qëndron pas holdingeve austriake.
Këto pyetje SPAK-u i ka në tryez, por avdia nuk preket. Lëviz rehat në rrethin e ngushtë të vllajt kryeministrit. Një lidhje që i ka hapur dyert të gjitha projekteve strategjike, nga Bavaritë e Tirana, nga makineritë e Bigjozit e kullat e betonit. Perandëria e tij është ndërtuar mbi parat pista dhe askush as SPAK-u, as gjykatat, madje as opozita nuk ka guxim ta prek. Një panoram shqetësuese është ajo e industrisë së lojrave të fatit në Shqipëri, ku xhiroja vjetore ka arritur në rreth 3.2 miliardë euro, ndërsa buxheti i shtetit nuk përfiton asnjë cent nga ky aktivitet. Rreth 750 milionë euro që do të derdheshin në buxhetin e shtetit gjatë 8 viteve të fundit janë shpërndarë mes krimit të organizuar, i cili ka financuar jo vetëm veprimtarinë e tij kriminale, por edhe fushata elektorale. Industria e lojrave të fatit në Shqipëri operon sot me një xhiro vjetore prej rreth 3.2 miliardë eurosh. Kjo shifër arritet ndjeshëm gjatë kampionateve europiane apo botërore, kur volumi i lojtarëve basteve rritet në masë të konsiderueshme, megjithatë asnjë cent nga kjo shumë nuk përfundon në arkën e shtetit. Paratë që ligji parashikon të shkojnë për shëndetësi, arsim dhe infrastrukturë, po përfundojnë në xhepat e pushtetarëve dhe organizatave kriminale. Nga janari 2019 deri sot, shteti ka humbur minimalisht rreth 200 milionë euro në vit, vetëm nga tarifat e parashikuara në legjislacionin e mëparshëm, për të mos folur për taksat dhe tatimet që nuk janë paguar kurrë. Si funksionon tregu i bastave sot? Në çdo qytet të Shqipërisë, nëpër kafene, njihen qartë pikat ku luhen bastat. Lokalet që kanë një numër të madh ekranash sportive tregojnë qartë aktivitetin e tyre. Kompanitë ilegale ofrojnë ristrukturim të plotë të lokaleve, investimi varion nga 20 deri në 70.000 euro dhe përfshin gjithçka, nga kafja dhe ekspresi te mobilizimi dhe dekorimi. Kushti i vetëm është që lokali të përdorë IP-n e tyre për baste. Kështu bastet luhen për llogarit kompanisë ilegale, duke bërë të pamundur identifikimin e tyre nga autoritetet. Disa nga këto loto ndodhen fare ngjitur me komisariatet e qytetit. Ky model ka krijuar një rrjet të tërë ku secila kompani kontrollon zona të caktuara gjeografike. Ndarja e territorit është bërë qartë me përjashtim të kryeqytetit që mbetet një zonë mikse ku interesat e disa organizatave kriminale kryqëzohen. Krimi i organizuar pas çdo kompanie. Një nga zbulimet më shqetësuese është se sot mbas çdo kompanie bastësh qëndron një organizat kriminale. Kompanitë e lojrave të fatit që dikur vepronin legalisht u detyruan të kishin pas shpinë një organizat kriminale për dy arsye kryesore. Së pari, këto organizata sigurojnë mbrojtje nga kundërshtarët dhe konkurrentët. Së dyti, ato shërbejnë si përmbarues privat për mbledhjen e borxheve. Nëse një lojtar ka luajtur në mënyrë ilegale dhe ka marrë borxh, organizata kriminale dërgon njerëzit e vet për të argëtuar. Gangsterët veprojnë si përmbaruesit e industrisë, duke ditur paraprakisht se çfarë biznesi ka lojtari dhe çfarë zotron, në mënyrë që të vinë e ta marrin. Gjatë kësaj kohe, këto kompani kanë filluar të financojnë edhe aktivitete të tjera të krimit të organizuar. Pastrimi i parave përmes kullave dhe resorte. Paratë e basteve nuk qëndrojnë vetëm në lojra. Një nga mekanizmat kryesorë të pastrimit të parave nga bastet ilegale janë investimet në prona të patundshme. Kulla luksi dhe resorte turistike po shndrohen në mjete perfekte për të legalizuar paratë e pista. Mbi 500 milionë euro nga xhiroja e basteve po derdhen në ndërtime të mëdha, duke i dhënë krimit të organizuar një fytyrë të respektueshme biznesi. Paratë që vijnë nga bastet i përkasin krimit të organizuar dhe ato po pastrohen sistematikisht përmes këtyre investimeve. Shteti, në vend që të kontrollojë këtë fluks parash, vazhdon të mbyll syt. Ligji i miratuar, por i pazbatuar. Parlamenti miratoi ligjin e ri për lojrat e fatit, i cili parashikon dhënien e vetëm 8 licencave me kriteret veçanta që duken të papërmbushme për subjektet vendase. Subjektet që kërkojnë licencë duhet të jenë shoqëri aksionere me seli në Shqipëri, të kenë kapital fillestar 400.000 euro, të deklarojnë burimin e kapitalit dhe të kenë përvojë në fushën e lojrave të fatit, jo më pak se 5 vjet, por kushti më i vështirë është që aplikuesit ketë përvojë në Shtetet e Bashkimit Evropian ose të OECD-s. Të paktën njëri nga aksionerët duhet të ketë gjeneruar në vitin e fundit financiar të paktën 2 miliard lekë xhiro. Ligji kërkon gjithashtu një investitor të huaj si garanci për marrjen e licencës. Kompanitë që marrin licencë duhet të derdhin në llogaritë e fondit posaçëm 25% të ardhurave bruto nga loja. Lojtarët do të tatohen deri në 30% të fitimeve. Megjithatë, më shumë se 3 vjet pas miratimit të ligjeve, ai nuk është zbatuar, aktet nënligjore nuk janë miratuar dhe licencat nuk janë dhënë. Ligji u votua në kuvend, por askush nuk e pengon qeverinë të miratojë aktet nënligjore dhe të hap procedurat për licencat online. Megjithatë, fitimet e majme që organizatat kriminale marrin nga kjo industri kanë bërë pushtetarët të mos e legalizojnë sektorin. Arrestime simbolike dhe peshë të vegjël. Tabelat e basteve kanë pushtuar çdo cep të qytetit, janë pozicionuar madje edhe ngjitur me komisariatet e policisë, sikur të ishin dyqane të zakonshme. Efektivët e policisë që rrinë në tavolina me eksponent të krimit dhe të lojrave të fatit kanë dalë në përgjime e janë filmuar. Të tjerët paguhen me rrogë nga ky biznes i ndaluar. Kryepolici Skënder Hitaj e nisi mandatin me bujën e madhe të një aksioni kundër basteve, por goditjet ishin boshe, sa për të thënë se po vepron. Hita, si të gjithë para tij, u dorëzua para mafjes së basteve. Shqipëria ja ka dorëzuar të gjithë industrinë e lojrave të fatit, krimit të organizuar. Shteti nuk e kontrollon këtë sektor, por arreston vetëm ca nevojtar që i gjen nëpër cepa lagjesh. Miliona euro në vit janë dhuruar atyre që merren me këtë industri, paratë që do të
shkonin në buxhetin e shtetit për qytetarët, shkojnë në buxhetin e pushtetarëve për llogarinë e tyre dhe për pushtetin e tyre. Industria e basteve në Shqipëri është kthyer në një shtet brenda shtetit, edhe ky shtet nuk paguan taksa, nuk njeh ligje dhe ushqehet nga parat e qytetarëve, duke e kthyer këtë industri në një nga burimet më të mëdha të financimit të krimit të organizuar në vend.